Pallate, 2 kaçe, rruga që shkon për Curila, do të shemen dhe njerëzit duhet lirojnë shtëpiat. Kemi marrë vesh që do zgjerohet rruga aktuale është dhe ata do të bëjnë zgjerim nga shtëpiat përballë që janë shtëpia tulta. U kanë shku njerëzve atje dhe u kanë marrë nga 3 metra, kanë bërë shenja. Atëherë kjo rrugë sa metra do të bëhet, se tash duan të shemin dhe pallatet që janë aty aktual. Nëse këta duhet të ecin, të bëjnë gjëra të reja, nuk kemi kundër. Po të nxjerrësh njerëzit, pensionistë apo me fëmijë, të nxjerrësh në rrugë e ti thush që merrni këto lek, nuk e di sa e kanë vendosur të çmime, 42 milion, në një kohë që Durrësi ka arrit çmime stratosferike. Duam shtëpi. Nëse do të na marrin shtëpinë, na japin shtëpi. Çfarë rrugë të bëhet? Rruga dikë dorë dyqani? E s'ka më, ta gjë pallate. Ne filmë të tyre. Ta gjë dotët, gjithë korruptum. Këllë me qeveri me gjithë, që jesë pratë, zyrë, zojë këtojë që nuk ta shqepë së rati, vinë dhe, sa asë i lojnë njëftimi, vinë ditë e punët për shpinë, si për shpinë. Ku në shkoj? Sot dhe në Këshillë Bashkiak miratojt lista e shpronësimeve, ndërkohë ju keni marrë në një njoftim më absolutisht, dhe telefonët, asnjë. Ne nuk kemi mundësi për blerje tjetër, me atë çmim që ka vendosur bashkia, shteti duhet marrë masa, na sistemojmë me shtëpi, nuk duam gjë tjetër, sa metro kemi në certifikat pronësie, na japin çelëzat e shtëpisë dhe dakord jemi se shteti nëse ka zgjidhjet e veta le t'i bëj. Ne këtë kërkojmë. Të nxjerr, domethënë, listë paraprake dhe çmimi ishte 867 më duket. Me këtë i bie 42 milion. Çmimi i tregut tani dhomë kuzhinë i bie 65 është e pakta. I bie që të vëmë edhe 25 milion. Nuk kemi mundësi. Po dhe si ishte mënyra e pagesës? Me 3 kiste. Do të thënë se ku do të rini ju gjatë gjithë kësaj kohe? Ne nuk e përballojmë dot. Unë 17 vjet që jetojnë me ata shtëpi. I kam ble vetë, nuk më ka dhënë shteti. I kemi me lekët e tona, me fukarallik. I kemi bo. Tash unë ke dera e vetëm bo për shtypje, si se erdhi një zyrtar me thonë për shembull si është, do t'i prishim. Po vetë shkrushin, vetë vullosin. Ai duhet vit më kërkoj mu, sa e ja pun shpinë. Ose të më japi apartament, mrena për mrena Durrësit, se unë nuk shkoj në spital.